Në një konferencë për media, Sali Berisha u pozicionua si rrallëherë në mbështetje të SPAK-ut dhe vendimit të gjykatës së posaçme për të pezulluar zëvendës kryeministren dhe ministren e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Berisha e konsideroi masën e sigurisë të vendosur ndaj numrit të dytë të qeverisë në përputhje me ligjin dhe kërkoi që gjykata kushtetuese të mos marrë në shqyrtim ankimimin e kryeministrit Edi Rama. Çdo shqiptar, dhe unë do dalë para jush ja u faktoj, se gjykata speciale dhe prokuria në qëndrimet e tyre në vlerësimet e tyre nuk kanë shkelur asnjë ligj me kërkesën që kanë bërë për pezullimin nga detyra. Ata që përpiqen, vetë ideja se ka marrë pushtetin e kryeministrit, i them atij hajduti, je ti që ke vjedh parat, po atyre mirë ja u bën, që nuk lëshuan edhe ndaj teje të njëjtën urdhër si ndaj lubis. Ka marrë kompetenca jota që nga për të mbrojtë hajdutët, kompetenca që nga për të vjedh për të shfrytzuar postin për të vjedh paratë e qytetarëve në atë mënyrë si s'ke vjedh. Megjithatë, mbështetja e Berishës për SPAK-un ndalon tek Balluku. Ai kërkon që hetimi i tunelit të Llogaras dhe Unazës së Madhe të përfshijë edhe Edi Ramën dhe të ngrihen akuza për grup të strukturuar kriminal. Ajo që është e pafalshme, e papranueshme, është sepse nuk janë kualifikuar si grupi strukturuar kriminal apo organizatë kriminale. Dënojmë ashpërsinë më të madhe këtë qëndrim. Kërkojmë me urgjencë rivlerësimin, rikualifikimin e veprës tyre. Nuk mund të kalohet nga një vjedhje madhe në një vjedhje tjetër të madhe. Lideri i opozitës komentoi gjithashtu hetimin e SPAK-ut për 21 janarin duke marrë qëndrim ndryshe nga Ilir Meta, i cili kërkoi të pyetet nga prokurorët për këtë çështje. Berisha mbrojti rolin e Lulzim Bashës si ministër i brendshëm dhe tha se nuk mund të mbajë përgjegjësi për ngjarjen tragjike të asaj dite. Një skenar i atill i dhunshëm, natyrisht i pa precedent ndonjëherë, por me ato që kam konstatuar, masa ishin marrë, si kryeministër, unë mund të them se ai ishte një agresion i vërtet me hujë, dinamit, me plumba ndaj ndërtesë Këshillit të Ministrave. Se si mund të parandalohej një demonstrat që organizohet me gjitha këto, natyrisht edhe mundet, po është një proces jashtëzakonisht më shumë teorik se sa praktik. Ndërkohë, një ditë më parë, Ilir Meta, aktualisht në burg, përmes avokatit kërkoi SPAK-ut që të merret në pyetje për 21 janarin 2011, ngjarje ku humbën jetën 4 protestues. Meta e ka akuzuar Lulzim Bashën si përgjegjës për mosmarrjen e masave të duhura si ministër i brendshëm.